Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya'illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhëruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në vazhdim të programit tonë, emisionit Ti pyet Kurani përgjigjet. Sot do të flasim rreth pyetjes si e përshkruan Kurani Allahun e madhëruar. Kjo do të jetë pjesa e parë inshallah e emisionit, ku do të vazhdojmë me pjesë të tjera në emisionet e ardhshme. Kurani i shenjtë është libri që na mëson kush është Allahu, çfarë cilësish ka ai dhe si njeriu duhet ta njohë dhe ta adhurojë atë. Në Kur'an, emri Allah është pra fjala që përmendet më shumë. Emri Allah është përmendur në forma të ndryshme në Kur'anin e shenjtë, si Allahu, Fallahu, Tallahi, Lillahi, Billahi, Allahumma e të tjerë. Dhe kjo fjalë, pra fjala Allah, është përsëritur 2699 herë në Kur'anin e shenjtë, në 1821 ajete të ndryshme të Kur'anit. Pra siç e thash, sot do të përmend disa përshkrime, dhe janë 5 përshkrime të Kur'anit për Allahun e madhëruar, duke u mjaftuar vetëm me përmendjen e ajeteve, pa u futur pra në komentime dhe në shtjellime të ajeteve. Përshkrimi i parë, Kurani i shenjtë e përshkruan Allahun se është një, i vetëm dhe i pashoq. Për këtë gjendet një sure në Kuranin e shenjtë, e cila quhet Suratul Ikhlas, dhe në të thuhet Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Thuaj, ai është Allahu, një. Allahu është i vetmi që gjithkush ka nevojë për të, e ai nuk ka nevojë për askënd. Nuk ka lindur dhe nuk është i lindur, dhe askush nuk është i barabartë me të me Allahun. Kjo sure e bekuar është thelbi i njësimit me tauhidit të Allahut fuqiplot, dhe na mëson pra se Allahu është një, i vetëm, i pashoq dhe i pakrahasueshëm. Nuk ka lindur askënd dhe nuk është i lindur nga askush. Dhe nuk ka Zot tjetër përveç Krijuesit fuqiplot. Pra përshkrimi i parë i Kuranit për Allahun është se Allahu është një, i vetëm dhe i pashoq, siç tregon surja Ikhlas. Kurani e përshkruan Allahun se është krijuesi i gjithçkaje.
Kurani na thot në surën Zumar, ajeti 62, Allahu khaliqu kulli shay. Allahu është krijuesi i gjithçkaje. Pra gjithçka që shohim në këtë ekzistencë është krijimi i Allahut fuqiplot. Dhe asgjë nuk është gjetur vetvetiu. Ndërsa në surën Nur, në ajetin 45, Allahu i madhruar thot, yakhluqu Allahu ma yasha. Allahu krijon çfarë të dojë. Pra ky ishte përshkrimi i dytë, që Allahu është krijuesi i gjithçkaje, krijuesi i njeriut dhe i gjithë universit, krijuesi i qiellit, i tokës, i ujit. Dhe këto ajete pra hedhin poshtë edhe ato thënie pra që njeriu e ka preardhjen e majmunit. Është një thënie boshe e pavlefshme, sepse krijuesi i njeriut është Allahu fuqiplot. Përshkrimi i tretë i Kuranit për Allahun fuqiplot është se Kurani i shenjtë e përshkruan Allahun se është i gjithdijshëm. Pra dija e Allahut është absolute. Allahu di çdo gjë, të fshehtë e të dukshme, me zë e pa zë. Allahu di çdo veprim, çdo qëndrim, çdo rrahje të zemrës, çdo lëvizje të syve. Në ajetin 6 të surës Sejdë thuhet, Dhalike alimul ghaibi wa shahada. Është ai për Allahu që i di gjërat e padukshme dhe të dukshme. Ndërsa në ajetin 4 të surës Hadid thuhet, Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju ilayha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'malun basir. Ai pra Allahu e di ç'futet në tokë dhe ç'del prej saj, çfarë zbret nga qielli dhe ç'ngjitet në të. Ai është me ju kudo që t'jeni, Allahu pra sheh çdo gjë që ju bëni. Pra, Allahu është i gjithdijshëm. Ndërsa në ajetin 13 të surës Mulk, Allahu i madhruar pra thot, wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bi dhati sudur. Sido që të flisni fshehtasi apo haptasi, ai e di mirë çka në zemrat tuaja. Sado që të mbani mbledhje me dyert të mbyllura, mos kujtoni se askush pra nuk ju dëgjon, nuk ju shikon, apo nuk ka dijeni për këto mbledhje me dyert të mbyllura, sepse Allahu është i gjithdijshëm dhe dija e tij absolute rrethon gjithçka. Por duhet të dihet sepse dija është prej cilësive të vetës hyjnore, të vetës Allahut fuqiplot, nuk është e ndarë, është vetë Allahut e ditur. Dhe jo si njeriu që njeriu pra e fiton diturinë e tij. Dhe në ajetin 8 të surës Ali Imran thuhet, Inna Allaha la yakhfa alayhi shay fil ardi wala fis sama, wala fis samawat. Pra Inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Padyshim Allahut nuk i fshihet asgjë në tokë e në qiell, ai është i gjithdijshëm. E të tjera ajete pra që flasin për Allahun që është pra i gjithditur për gjithçka. Përshkrimi i katërt është Kurani i shenjtë e përshkruan Allahun se është sunduesi i kësaj jete dhe jetës tjetër.
Në ajetin e parë të surës Mulk thuhet: Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Qoftë i lavdruar ai në dorën e cilit është pushteti suprem dhe që është i fuqishëm të bëjë çdo gjë. Ndërsa në ajetin 4 të surës Fatiha që ne e lexojmë në çdo namaz, thuhet Maliki yawmiddin, sunduesi i ditës së gjykimit, pra jetës tjetër. Në ajetin 64 të surës Hajj thuhet: Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ati përket çfarë ka në qiell dhe në tokë. Pra, Allahu është sunduesi i vërtetë, sunduesi absolut i kësaj jete dhe jetës tjetër. Dhe përshkrimi i 5 është Kurani e përshkruan Allahu se është i gjithëmëshirshëm. Pra një nga përshkrimet më të përmendura në Kuranin e Shenjtë është mëshira e Allahut e pafund, e pakufishme. Në ajetin 2 të surës Fatiha thuhet Ar-Rahmanur Rahim, i gjithëmëshirshmi, mëshirëploti. Pra Ar-Rahman që është mëshira e përgjithshme në këtë jetë për të gjithë krijesat, besimtar jo besimtar, ndërsa Ar-Rahim është ajo mëshira e posaçme për besimtarët e devotshëm në jetën tjetër. Në ajetin 156 të surës A'raf, Allahu i madhuar thot: Wa rahmati wasi'at kulla shay. Mëshira ime ka përfshirë çdo gjë. Prandaj pra të dashur vëllezër dhe motra, Kurani pra na e përshkruan Allahun me cilësi të përsosura, me cilësi më të larta, më të bukura. Që ai është pra një i pashoq, krijues, sundues, i gjithdijshëm dhe mëshirues. Prandaj kur të mos jemi larg Allahut. Zemra jonë të jetë gjithmonë e lidhur vetëm me krijuesin, plot pushtetshëm, Allahu fuqiplot. Është detyrë që ne ta njohim ashtu siç duhet krijuesin ton, ta besojmë dhe ta adhurojmë, ta falenderojmë, ta lartësojmë në këtë jetë. Sa bukur na fton Allahu i dashur, mëshirues, dhe na thot: thuaj, o robët e mi, që keni të i kaluar, keni bërë padrejtësi vetes tuaja, mos e humbi shpresën në mëshirën e Allahut. Pra gjithmonë të jemi optimistë, gjithmonë të shpresojmë në mëshirën e Allahut. Nëse ne e njohim vërtet Allahun ashtu siç duhet njohur, padyshim që do të jemi të lumtur në këtë jetë dhe të shpëtuar në jetën tjetër. Allahu na bëhet për atyre që e njohin dhe e adhurojnë krijuesin e plotfuqishëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju.